U kthiem në studio për të diskutuar në lidhje me protestën që është mbajtur sot në Prishtinë, ku janë bllokuar disa hyrje të Prishtinës nga bizneset kosovare për kalimin në tregun e lirë, një kundërshtim i cili është bërë nga natyre i cili do të vihet në fuqi nga data 1 shoror. Sipas tyre ata nuk kanë gatishmëri që të hyjnë në tregun e lirë për shkak të kushteve që nuk janë ofruar. Ndërkaq pati një reagim nga ana e kryeministit të Kosovës në mbledhjen e qeverisë së mbajtur sot, i cili ka komentuar këtë bllokim të bizneseve të hyrje të Prishtinës, i cili tha se nuk është koha e barikadave. Për të folur për këto dhe shumë çështje të tjera, me mua në lidhje direkte është kryetari i lidhjes së bizneseve, zoti Besart Dreshaj. Zoti Dreshaj, faleminderit shumë që pranove që ti jesh pjesë e Infodes. Është rasti se çdo herë të jem pjesë dhe mysafir në mediumin juaj. Inderum, kemi parë fillimisht reagimin e kryeministit sa i përket protestës së organizuar sot nga ju, si është dukur ky reagim? Unë mendoj që ka qenë një deklarim nga ana e kryeministit i pamotur, ka qenë deklarim i krahasuar me periudha kohore i skandaloze dhe mund të themi që bizneset e Republikës Kosovës janë bizneset të cilat e pasurojnë buxhetin e Republikës Kosovës, janë bizneset të cilat e mirëmbajnë mirëqenien e qytetarëve të Republikës Kosovës dhe janë apo këto bizneset të cilat sot kanë qenë pjesë e protestave, janë ato bizneset të cilat edhe viteve të 90-ta dhe vitet dhe periudhën e luftës kanë kontribuar në forma të ndryshme për shlirimin dhe Republikën e Kosovës që ne sot e kemi dhe e gëzojmë. Deklaratat e kryeministit ishin deklaratë skandaloze, ishin deklaratat e cilat duhet të merren shqetësim, sepse në shtete demokratike, protestat demokratike janë të lejushme dhe duhet të mbështetë secili politikan dhe mbi gjitha një përfaqësues i institucioneve të Republikës Kosovës. A i tha, madje se ne kemi hequr çdo barikadë duke ju përfshirë juve në pjesën e veriut të Mitrovicës, pra ju krahasoi një farë mënyre me barikadat të vendosura atje, ndërkaq ju që bët sot protestën në Prishtinë tha se do t'ju heqim edhe juve si barikadë, ose ka kaluar koha e barikadave, siç u shpreh ai. Një farë mënyre ky krahasimi a ju duk i tepërt apo është një ngutje e kryeministit ashtu siç e thatë në fillim? Unë nuk e di kryeministri metodën e tij çfarë ka zgjedhur që të komunikon me përfaqësues të bizneseve dhe të komunikon në këtë formë ka edhe me qytetarët e Republikës Kosovës. Mbi gjithë tha dhe deklarata e ministres së zhvillimit ekonomik, e cila tha përbehen vetëm 1% e bizneseve që përfshihen në pjesën e tregut të lirë, por ministra duhet të kuptojnë se ky 1% i bizneseve të cilët të përfshihen janë 70% i ekonomisë së Republikës Kosovës, e janë mbi 154.000 të punësuar, bizneset e cilat e kanë numrin më të madh të punësuarve dhe po këta përqindje sipas sajna që nuk është shqetësuese, janë po ata të cilët mbi 50% e mbushin arkën apo buxhetin e Republikës Kosovës. Kështu që ne duhet të jemi me serioz në aspektin e komunikimit, e sidomos personat e cilët flasin në emër të institucioneve të Republikës Kosovës, sikur që ishte deklarata skandaloze e kryeministrit, por kryeministri duhet ta kupton një herë për gjithmonë. Nuk ka të bëjë me interesa personale të dikujna, por këtu ka të bëjë për mirëqenien e qytetarëve, zhvillimin ekonomik dhe bizneseve. Barrikadat e cilat nuk kanë qëllime as politike apo prapavi të interesave të dikujna, por janë barrikadat e cilat kanë qëllim që ta ngritin zërin pa kënaqësi. Asnjë biznes dhe asnjë përfaqësues i bizneseve nuk i fton antarësimin e vet që të dalë në rrugë e t'i bllokon rrugët me dëshirë apo për interesat e dikujna, por siç thot populli, zori i madh dhe problemet e njëpasmeshme e detyrojnë bizneset që të dalin dhe të ngrejnë zërin e tyre. Zoti Dreshaj, është tendencë e zotëri Kurtit edhe ministrës që çdo çështje që nuk ju konvenon atyre ose ka dalë nga binari të parashirë nga ata që të kthejnë në çështje personale, ashtu siç është drejtuar edhe juve si biznese? Po, ne jemi tash pothuajse jemi mësuar me metodat e qeverisjes gjithmonë kur ka bërë ndonjë veprim i cili ka qenë në kurriz të qytetarëve dhe kurriz të bizneseve, janë munduar që ta kthejnë personale, ta kthejnë edhe me sulmet individuale, por edhe me sulme ndaj ndonjë biznesit apo X biznesit, duke u thirrur edhe luftë ndaj oligarkëve dhe ndaj korporatave të mëdha.
por neve nuk do të na ndal asgjë, ne do të jemi ata të cilët do ta mbrojmë, do ta ngrisim zërin fuqishëm ndaj bizneseve, sepse duke ngritur zërin ndaj bizneseve, ne do ta ngritim zërin fuqishëm në mbrojtjen e qytetarëve konsumatorëve, sepse çdo rritje e energjisë dhe çdo luftë për të përfituar X korporate të cilat këta i luftojnë prodhuesit vendor, por njëkohësisht nuk e luftojnë korporatën Kesko, e cila është privatizuar dhe asnjëherë nuk kemi dëgjuar për ta pejsinor në pushtet, ndërsa sa kanë qenë opozitë, ne jemi dëshmitar se çdo fjali e tyre ka qenë se kemi me shfuqizu vendimin e privatizimit, kemi me shëndru në prodhimet dhe Keskon kemi me shëndru publike, nuk kemi lënë për interesat e dikujt apo të turshve siç e potencojshin ata, ndërsa sot janë bërë të gjithë argat të kësaj korporatës për të bërë shërbime dhe për të dëmtuar prodhuesit vendor. Ne jemi pa edhe disa mënyra ironike të shprehur në Kuvendin e Kosovës, ku disa nga deputetët kanë bërë edhe foto duke thënë a është duke u zhvilluar ndonjë protestë, duke e minimizuar protestën tuaj. A është kjo një tendencë e tyre që të neglizhohet e gjithë protesta dhe që të mos bëhen protestat në atë mënyrë se qysh ata i parashikojnë, pra se zakonisht protestat që vetëvendosja ka bërë, kanë eskaluar dhe kanë dëmtuar shumë shpesh edhe institucionet e vendore. Për fat keq, në Parlamentin e Republikës Kosovës shumë figura dhe shumë deputetë zgjedhur nuk e kanë vendin aty dhe nuk e meritojnë të jenë deputet. Njerëz të cilët nuk e kanë dëshmuar për asnjë rezultat në aspektin jetësor gjatë karrierës së tyre. Shumë deputet kemi të cilët pothuajse për herë të parë kanë hapur llogari bankare si janë bërë deputet, kështu që njerëzit e figurat e tilla nuk i bën derë as Parlamentit të Republikës Kosovës dhe nuk i bën derë as qytetarëve të Republikës Kosovës, por as bizneseve. Ata nuk e kuptojnë as ekonominë, as sektorin privat, dhe ata nuk e kuptojnë as funksionin dhe pozicionin që janë aty. Unë jam i bindur se po ti pyetësh ata se çfarë funksioni dhe çfarë pozicioni ka deputeti i Republikës Kosovës, ata nuk janë të gatshëm dhe nuk dinë të tregojnë se cilat janë përgjegjësitë dhe çka janë obligative ata që ta mbështesin Republikën e Kosovës. Deputeti i Parlamentit të Kosovës nuk është aty vetëm për të marrë me digjet e tyre, është skandaloze dhe është vërtet qesharake në gjendjen në të cilën jemi ardhur, që pothuajse janë 23 seanca parlamentare të cilat nuk po mund ta formojnë institucionin me të rëndësishëm parlamentar të Republikës Kosovës, dhe ata deputetë të cilët mundohen sot të bëjnë injorimin e formave të ndryshme, ata unë jemi bindur që nuk kanë njëri fare as elementare për pozicionin e tyre që janë aty, e mbi gjitha nuk e kuptojnë fare problematikën e të cilën sot bizneset kanë dalën në protestë. Mirë po, zoti Dresha, kemi parë një tendencë të zonës Ridvan Holli, ministrës e cila ka dashur që të kthejë në anën politike gjithë protestën tuaj, duke thënë se oda ekonomike e Kosovës po bën luftë politike duke ushtruar presion ndaj bizneseve dhe i ka detyruar ata që të dalin në rrugë dhe të protestojnë në mënyrën se siç kanë protestuar sot. Ministrja duhet të kuptojë se nuk ketë bëj këtu vetëm oda ekonomike e Kosovës, por këtu janë gjithë përfaqësuese bizneseve, duke filluar lidhja bizneseve të Kosovës, aleanca bizneseve, dhoma e tregtisë, klubi i prodhimeve vendore e shumë përfaqësues tjerë të cilët e kanë mbështetur këtë protestë, dhe këtu nuk kemi të bëjmë me individa apo me vetëm në institucion, por këtu kemi të bëjmë me gjitha përfaqësues të bizneseve të cilët funksionojnë në Republikën e Kosovës dhe kanë anëtarësi të gjerë, të cilët e kanë mbështetur dhe do ta mbështesin në vazhdimsi këtë iniciativë. Do të thotë nuk është mirë që të personalizohet apo të shndrohet në një institucion, por protestën e kanë mbështetur të gjithë përfaqësues të bizneseve të cilët funksionojnë në Republikën e Kosovës, të cilët e kanë vetëm një qëllim: mbrojtjen e prodhimit vendor dhe mbrojtjen e ekonomisë, sepse me një vendim të tillë këta nuk kanë bërë liberalizim të tregut, por këta kanë në mënyrë e kanë fuqizuar monopolin i cili ishte aktiv deri më tani, por vetëm është fuqizuar për interesat e tyre për të rritur me një vendim që po dalin në tregun e liberalizimit të energjisë. Në fakt për të njëjtin person kemi me ble energjinë, por energjinë tani kemi me ble mbi 200 euro, të cilën më herët e kemi paguar me vlerat pothuajse 200% më pak. Kështu që për fat keq, unë mund të themi që nuk kemi institucione të cilat e kuptojnë dhe mbështesin aspektin ekonomik e sektorin privat. Ne jemi dëshmitar se nuk kemi pasur asnjëherë një bashkëpunim me
institucionet të Republikës Kosovës, sepse ata nuk e kanë po aleat sektorin privat, por unë lutna që duhet në bili spaku vonë, por duhet ta kuptojnë që aleati më i mirë i Republikës Kosovës, por edhe i qeverisë është sektori privat dhe duhet pa dyshim që të bashkëpunojnë dhe të shtyjnë proceset. Lidhja e bizneseve ka marrë pjesë edhe në protestën organizuar me qytetarë të Republikës Kosovës, e cila ishte në Parlamentin e Republikës Kosovës, para Parlamentit të Republikës Kosovës, dhe ne jemi si lidhje bizneseve kemi adresuar edhe ZRS me vendimet dhe rekomandimet tona që para se me morë këtë vendim, me 28 mars 2025 kemi dërguar një varg rekomandimesh që kemi kritikuar që ky vendim nuk duhet miratohet sepse është i dëmshëm, do ta shkatërron ekonominë e vendit dhe mbi gjitha do ta rrezikon mbi 50.000 punëtorë në tregun e punës, sepse kemi shumë kompani të cilat nuk kanë qarkullim mbi 10 milionë euro, por ka numër të punëtorëve 50-60 punëtorë dhe ata automatikisht tani me këtë vendim dalin në tregun e lirë. Dhe njëkohësisht tani këto kompani duhet të zvogëlojnë numrin e punëtorëve për të mos bëhet pjesë e tregut të lirë dhe kjo do të ndikon direkt në numrin e punësuarve dhe mirëqenien e qytetarëve. Në një vend kur lufta bëhet që si të ndalet fuqia punëtore mos të largohet nga Kosova, në një periudhë kur kemi një fluks të madh të largimit në tregun e Evropës, atëherë ne po bëjmë vendime jo të cilat të bëjmë stimulim për të punësuar, por po bëjmë vendime të cilat pithojmë fuqisë punëtore, pithojmë së rinisë se tregu i Kosovës nuk është i përshtatshëm për ju, por kërkoni një vend më të mirë dhe një jetë më të mirë në pjesën tjetër të Evropës. Zoti Desha, diçka që ka rënë në sy sot nëpër media teksa po flasim është postimi i deputetës Arieta Feza, ndonë se është një postim i shkurt, po ka 3 gabime drejt shkrimore fatkeqësisht, ku tha se tatimi në fillim të deklarohet shumë i ulët nga ana e bizneseve dhe po ashtu shefat po i detyrojnë punëtorët që të dalin të protestojnë. Si po ju duket ky deklarim i zonjës Feza me këto gabime drejt shkrimore fatkeqësisht? Por unë e potencova dhe me kjo është dëshmia në pikërisht kjo deputete pasqyron gjendjen në të cilën kemi deputet në Parlamentin e Republikës Kosovës. Kjo s'pari nuk e kupton se cilat janë institucionet të cilat merren me mbledhjen, grumbullimin dhe monitorimin e tatim paguesve të Republikës Kosovës. Po pikërisht kjo qeveri është krenuar që kemi rritje apo dyfishim të hyrave nga aspektin e administratës timore të Kosovës dhe tani del kjo deputete dhe thotë nuk kemi të hyra, nuk kemi pagesat e administratës apo tatimet nga ana e bizneseve. Ky është skandaloze duke vlerësuar drejt shkrimin dhe përmbajtjen e këtij shkrimit. Unë mund të them se po të ishte studente imja, si profesor që jem ligjërues, unë do të anotoja me notën 5 dhe ajo nuk do të kalon të provimin sepse vërtet një pasqyrë e tillë është një imazh jashtëzakonisht i keq i përfaqësuesve tonë që është niveli më i lartë të Parlamentit të Republikës Kosovës, një deputete e cila ka bërë një veprim të tillë. Kryetar, ndonë se patëm një reagim të sotëm të avokatit të popullit i cili pati kritika nga ana e ZRS dhe qeverisë për vazhdimin e implementimit të këtij ligji i cili është mjaft i rrezikshëm për bizneset, madje u tha se do të ketë mbyllje të shumë bizneseve nëse veç vazhdon zbatimi i tij nga data 1 qershor. Ne kemi drejtuar edhe qeverisë, kemi drejtuar edhe ZRS, por kemi drejtuar të gjitha institucioneve të cilat ne kemi vlerësuar që është e nevojshme që të kërkohet edhe mbështetja, edhe ndihmë apo njëkohësisht edhe konsultim për lidhjen me këto vendime. Ne kemi drejtuar edhe ZRS dhe kemi treguar ZRS që na duhet një afat shtesë 1 deri në 2 vjeçare. Ky afat shtesë të jetë përgatitje për gjitha kompanive që përgatiten për më dalë në tregun e lirë të energjisë. Ne në parim nuk jemi kundër tregut të lirë të energjisë, sepse Kushtetuta e Republikës Kosovës ne një thotë që ekonomia e Republikës Kosovës është treg i lirë dhe ne nuk jemi ata që duhet ta kërkojmë mos bëhet liberalizimi i tregut të lirë. Por ne kemi kërkuar para se të bëhet ky vendim që të jepet një afat kohor 1 apo 2 vjeçare dhe njëkohësisht institucionet e Republikës Kosovës të punojnë me largimin e burokracisë të cilat
disa investorë të cilët janë të interesuar që të vinë të investojnë sa i përket energjisë, edhe solare, edhe energjisë alternative tjera, të jepet mundësia që të vinë dhe të investojnë dhe njëkohësisht kur fillon implementimi i këtij vendimit, bizneset vërtet a keni mundësi që të zgjedhin se nga cili operator do të furnizohet për energji dhe njëkohësisht kur kemi konkurrencë, atëherë kemi edhe uljet e çmimit dhe kompanitë kanë mundësi që nëse ndaj një operatorit nuk do të furnizohet ndaj operatorit tjetër. Dhe ky afat kohor shtesë që ne kemi kërkuar është afat të cilën ne e mbrojmë numrin e punëtorëve. Ne nuk e rrezikojmë zvoglimin e prodhimit dhe me këtë vendim ne nuk e rrezikojmë pastaj as tregun e Evropës me produktet Made in Kosova. Por tani brenda 2 muajve të zbatohet një vendim i tillë, nuk jemi të përgatitur asnjë kompani pothuajse dhe ne jemi dëshmitar se vetëm 2 kompani po ofrojnë oferta të tregut të lirë dhe kjo është një monopol i heshtur me letra duke thirrur që është treg i lirë, por njëkohësisht është një monopol dhe asgjë më shumë nuk po bën, vetëm po e rrisin çmimin për një operator i cili deri më tani ka furnizuar këto kompani, të cilat është një numër afër 1200 kompanive. Zoti Dresha, ju falenderoj shumë që gjete kohë që t'jesh pjesë e Infodesa ndam të gjitha këto informacionet sa i përket protestës së organizuar. Lidhja e bizneseve gjithmonë është afër çdo mediumit e sidomos jemi në shërbim të bizneseve qytetarëve mediumit juaj sepse ju përgëzoj për punën që jeni duke bërë dhe promovimin e prodhimeve vendore dhe bizneseve në Republikën e Kosovës në përgjithësi. Faleminderit shumë zoti Dreshaj. Respekt. Të nderuar shikues të Infodesa, ne do të vazhdojmë diskutimin në lidhje me gjendjen ekonomike në vend dhe impaktin që do ta ketë vendosja në treg të lirë të bizneseve.